televizorit shqiptar, mirë se erdhët edhe sot në EATN. Sot është e njëjtë, data është 13 nëntor dhe ne kemi përgatitur një puntat me shumë informacione për tema të ndryshme. Siç mund të shihet edhe nga studio, do të kemi hapësirë të dedikuara temave të ndryshme. Do të flasim për posturën, ushtrimet që ju duhen për të pasur një qëndrim sa më të mirë. E ndërkohë, ekonomia shtëpiake do të sjellë disa sugjerime për çiftet e pensionistëve, se si të menaxhojnë të ardhurat dhe që t'ja dalin në fund të muajit. Por nuk do të lëm as sot kutinë e bukurisë. Nga New Generation do të vinë me tematika të ndryshme për sa i përket bukurisë dhe përkujdesjes ndaj saj. Do ta mbyllim në mënyrën më të mirë të mundshme me disa koktejle jo alkolike. E për më shumë, ju duhet të na ndiqni në minutat në vazhdim, ne do t'ju shoqërojmë deri në orën 1 të drekës. Do ta fillojmë menjëherë me rubrikën tonë të përditshme, atë të gastronomisë, ku linja tani kalon për Ivan. Përshëndetje Antoneta, përshëndetje edhe të gjithë teleshikuesve të programit e EATN. Është momenti i kuzhinës dhe për të sjellë sot recetën që shef Ermal Lohia ka përgatitur për anvisat. Ne do ta përgatisim bashkë, por do ta sjellim atë hap pas hapi në mënyrë të tillë që të zërvend edhe në tryezat tuaja. Mirë se të gjejmë, shef. Mirë se na erdhët. Faleminderit që na pritni edhe sot në restorant Pugza. Patjetër, jeni të mirë pritur gjithmonë. Restorant Pugza është e hapur për çdo. Çfarë do të gatuajmë sot? Është pyetja tipike dhe klasike e çdo anvise shqiptare çdo ditë në mëngjes. Po, normal. Tani, normal që për sot unë kam zgjedhur një qofte me perime. Diçka me perime. Kemi ngelur ke mishi, mos ta tepërojmë. Kështu që sot jemi ke perimet. Sot të tregojmë disi më dietikë. Pak më dietik. Dhe për këtë kam zgjedhur kungull, patlıcan, spec, qep në njom. Por ka një veçanti sepse do ta shoqërojmë një salcë panxhari. Shumë mirë. Do të fillojmë? Ti tregojmë një herë të gjithë përbërësit këtu kemi? Atëherë, këtu kemi miell, miell gruri, miell misri, kemi vezën, kemi shnene xhik, kemi kungullin, patlıxhanin, qep në njom, specin që do përdorim për të bërë qoftet, për të bërë, si më thënë, brumin e qofteve. Kurse për salcën kemi panxharin, do të përdorim pak gjallë. Ke zgjedhur këto perime për ndonjë arsye të veçantë apo mund të shtojmë cilat do perime të duam? Shiko, akoma jemi në një stinë e cila kungulli dhe speci vazhdojnë të dalin. Kuptoj dhe mund t'i gjejmë lehtësisht, sepse mundohem t'i referohem stinës ku jam. Edhe qepa njom gjendet kollaj. Nuk ke zgjedhur zakonisht karrota, është një perim që ne e shohim shumë shpesh pjesë të recetave. Pse nuk e ke zgjedhur? Në këto, sepse kjo është një lloj qofte që do ka vërdis, që do skuqet në vaj të thellë para dhe nuk kam zgjedhur karrotën. Karrota është më mirë të konsumohet, jo shumë e gatuar, shumë e skuqur. Duhet të jetë diçka më e qartë. Mirë, shef, fillojmë edhe si ç'është si thua. Kurse këto të tjerat janë perime të cilat skuqen para në temperatura të larta të vajit të rezistojnë. Atëherë marrim perimet si fillim. Është një recetë e thjeshtë. Nuk kërkon një ta vëmë vaj në zjarr? Po. Tiganin me vaj e vendosim në zjarr? Po, ndërkohë që bëjmë brumin, unë thua që perimet mund t'i përdorim formën e perimeve, qoftet mund t'a përdorim në forma të ndryshme. Por, unë kam menduar që të jenë në formën e copëzave, si me thënë, jo mos të jetë... Pra jo të fruluara shumë? Jo të fruluara, nuk dua t'i fruloj. Përdorim dhe specin. Po? Edhe specin po ashtu do ta... Po, mbajë... Po i largoj pak që të mos ngrohet shumë vaj, jo? Se unë të shin të kohë që do t'japë edhe një fjalësot do të vendosim, po do punosh me mua, ndim se në kuzhinë. Ua, më kënaqësi të madh dhe... Dhe për këtë arsye, jam mbasi të përfundojmë brumin, do më ndihmosh që t'i skuqim qoftet. Patjetër. Të mos bëhemi pis, ë? Normal, që mos bëhemi pis. Atëherë, për këtë kam dhe një përparse për ju. Faleminderit. Mund ta vendosni? Po. Është ja shef Ermali dhe ndihmësja e tij shefe Iva, apo jo, nuk quhen kështu ndihmësit. S'ka problem, mund t'jesh shefe. Mirë. Sa do të gatuajmë së bashku? Besoj që jemi në rregull. Tani çfarë duhet të bëj? Tani, Mëngët i përvesha? Në momentin që bëjmë brumin e qofteve, ti do të merresh pastaj me pjesën e skuqjes së qofteve që unë të kaloj tek pjesa. Pastaj pjesën më të vështirë, por shefi e skuqjen. Po, prandaj të dash përparsën.
Nuk po besa si të madhe, do të bëjmë disa qofte, sepse mund Tani ne po i presim në kubikë, pra sipas këshillës tuaj, në këtë rast nuk është nevojshme që të jenë të fruluara perimet, është më mirë të kemi në kubikë. Do ta shikosh dhe vetë në fund që ato do të skuqen, do të marrin një shije të veçantë. Shpeshherë ndodh që qoftet teksa bëhen me perime, apo të paktën kështu më ka ndodhur mua, të fruluara, duket sikur dalin disi më të ujshme, ndoshta është efekti i karrotës. Po, edhe kjo është. Është efekti i karrotës, për shembull aty ku se lëshojnë ujë gjatë kohës, lëshojnë atë ujin që kanë sasinë e ujit. Edhe ndaj të pyet ai që edhe pse nuk zgjedh të përdorësh karrotën. Po, këta perime që përdorë pak perime. Se zgjodha këto perime, se këto e pranojnë skuqen, dhe patlıxhani skuqet dhe kjo dhe kjo dhe kjo. Pra të gjitha. Pra spec tam, kungull dhe qep të njomë, edhe patlıxhan. Po, qepën e njomë, patlıxhan. Të prera holl, nuk i grim. Ja, më pas do t'i kalojmë në një tigan i cili është i mbushur relativisht mjaftueshëm me vaj. Këshillojnë që të ketë shumë vaj tigani? Duhet qofte të zhyta në vaj, kupton? Në qofte të skuqura në vaj. E qartë, pas e çfarë ndodh me vajin që ne mbasi gatuajmë qoftet? Mund të përdoret sërish për gatim apo hidhet? Mund ta kullosh dhe përdoret. Të kullohet? Po. Edhe më pas mund ta ripërdoret. Mjafton që mos digjet si vaj, që të ketë një temperaturë të mirë, ja tek janë perimet. Atëherë do t'i hedhim, do t'i marrim, do dalim karon tjetër. Çfarë do të hedhim? 2 vezë, besoj, apo jo? Të ndihmoj? Po, do t'i hedhim vezët. Kështu. Edhe kam një lugë druri këto. Shefa, ti punojmë gjithmonë me lugë druri, për të qenë sa më komod, por edhe sa më të sigurt në gatim. Dhe? Po tani do të hedhim përzijin ndërkohë. Përzijin, pra 2 vezë me perimet. Pse 2 lloje mielli, 2 kombinime? Atëherë, mielli misit është i mirë për këto skuqet, sepse nuk e thith shumë vaj, nuk e merr. Kurse do na dilte më squllet me mielin e grurit vetëm. E grurit, ë? Ende kam zgjedhur edhe për ka gabime që mbase i bëjmë të njëherë në kuzhinë edhe pa i ditur, ë? Po, ja. Është mjaftueshëm? Do të shtem edhe e kam llogaritur 2 lugë miell gruri, 2 lugë miell misri. 2 vezë, si sasi, rreth sa përdorëm neve një gjysmë speci aty, si më thosh, edhe... Pra, raporti është... Edhe 670 gram kungull, 670 gram patlıxhan, edhe një qepull, një qep. Do t'i hedhim krip, piper... Po, tani me kripën dhe piperin. Pak krip. Dhe... Pak piper. Bukur. Do t'i hedhim edhe pak në energjik të freskët brenda dhe qik majdanoz, pa i pak... Do t'i jap edhe më shumë shije, besoj, edhe shije dhe pak ngjyrë. Nenexhik dhe majdanoz. Mirë, shefi. Ta afrojmë, apo? Ta vëm tani tiganin në zjarr? Po, tani tiganin në zjarr. Këshillohet që të jetë... Temperatura jo shumë e lartë. Jo shumë e lartë. Sepse duam që perimet na skuqen. Por edhe mos jenë, një fel të jenë dhe pak të ndihen perimet, mos jenë të skuqura shumë ose të... Se mund të rrezikoj që nëse do të jenë... Jo, duam që të ruajmë vlerat e ushqyese. E pra, të humbim më pas edhe shijen, a? Ne humbim dhe shijen perimet. Mirë, tregoni të kujdesshme, Anvisa, kur ta përgatisni këtë recetë. Kujdesuni që perimet të jenë në formë kubike, pra të mos jenë të prera shumimët apo të fruluara. Shtoni 2 vezë, do të shtoni 2 lugë miell misri dhe 2 lugë miell gruri në mënyrë të tillë që gjatë skuqjes të mos marrin shumë vaj, të mos pinë shumë vaj, por edhe të jenë disi krokante dhe të ndihen edhe perimet brenda. Kjo është konsistenca dhe masa që është deri më tani e përgatitur. Nuk e di se çfarë do shqim tjetër, shefi? Tani. Kështu do të tilëm apo jo? Nuk besoj. Jo, në rregull. Kështu? Me lugë, po, do t'i skuqim një. Ideja që do t'i punonim pak. Jo, nuk e nevojë të punosh. Jemi gati? Po, do të marrim lugën e vogël. Me atë të madhe nuk marrim dot punë. Me këtë? Një lugë gjelle, jo, lugë gjelle. Atë do ta provojmë një të parë, këtu kam bërë një letër gati. Po. Atëherë.
Ta tentoj të parën? Kështu? Jo, ai shumë ose mbush ai shumë. Ha, provoje. Po vend abulet dorën afër vajt. Ja, nuk është ngofër vaj plotësisht, leje të parën. S'ka problem? Kur e kuptojmë që duhet të jetë plotësisht e mjaftueshme? Të jetë pak më i fortë vaji. Ja, pra mos bëni gabimin që bëra unë që të nxitoni. Do të prisni pak sa të ngrohet vaji mirë, edhe pastaj vendosini. Këto mund të bëhen dhe me forma të ndryshme, mund të piqen edhe në furrë. Kështu që janë vendosen në furrë, po me një formë silikone se kështu. Evitoni më shumë sitjen e vajit nëse do të piqen? Po, në furrë po. Po nuk sisen vaj, po ta shikosh nuk do të kenë shumë vaj. Do ta testoj në fund. Sepse ke vaj ka të bëjë temperaturë, mos jetë shumë e ulët, as shumë e lartë sepse përcëllohen, po edhe shumë e ulët jo. Pra do pak teknik të veçantë, a? Do. Ja, po ta shikosh. Po tani është mjaftueshëm, fillojmë ti hedhë? Po, filloj hedhë. Ja, ka afër sipërfaqes. Po, dhe kuptoj që nuk shkëputen nga njëra tjetra. Shikon? Kjo do me thënë që edhe sasia e miellit që kemi vendosur besoj duhet jetë... Kjo ngjan si me petullat pak, është më si me thënë petull me perime e ngjashme. Petull me perime. Ta quajmë kështu? Apo jo, qoftë me perime? Po. Ha? Petull me perime do ishte jashtë, do dukte diçka e veçantë, diçka e çuditshme, se njerëzit do thoshin çfarë është kjo, po. Ju besoj e quani qoftë me perime. Mos hedh më apo të hedh? Po, ideja është na uzë edhe një, po mos ketë dhe shumë, sepse ftofim vajin dhe nuk e kontrollon dot pastaj, kjo është ideja. Qartë. Pra duhet të jenë të kujdesshëm pamvisat me... Do pak kujdes. Këta mund të japim pak formë si më petashuqe, që bëhet për efekt që të perimet të jenë të skuqura nga brenda. Por kujdes me skuqjen në visa. Mund të kthesh ti, shikoje, kur të jenë ngjyrë gold, ngjyrë të florin do t'i heqim. Unë do kam një pjesë tjetër. Unë do merrem me panxharin, pasi panxhari normalisht zihet dhe i hiqet lëkura mbasi ka zier me ujë të ftohtë. Po. Dhe për të efekt në kohë, se mos ma vënë, se panxhari do kohë të zihen, unë kam zier. Shefi, është mjaftueshëm ta heq këtë tani? Ta heqësh atë. Unë do bëj purën e panxharit. Një fjalë salcë panxhari që ti shoqërojmë. Po, ndërkohë që shefi, wow, sa herë të mirë vjen tani pasi u skuqen. Ndërkohë që shefi po bën salcën e panxharit, unë po kthej petullat me perime, ose qoftet me perime, edhe duhet keni kujdes të mos i skuqni shumë për arsye sepse pastaj mund të dëmtojmë edhe perimet. Do ta heq pak nga zjarri tani, në mënyrë që të shtoj edhe pjesën tjetër. I vendosim në një pjatë, ku kemi vendosur fillimisht 2 letra kuzhine, që të pinë edhe vajin. Shefi, po si ku të me ikën mua të, ja nuk ikën. Ti skuqe dhe disa të tjera, këto i skuqa. Sa dush, do i bëj. I skuqim, sa mos i bëjmë. Ja ti skuqim. E hoqa sepse nuk doja të nxej vaj shumë, unë po i hedhe këto të tjerat. Ja. Kështu. Po që qënë ka recete thjesht. Bashkë me recete thjeshtat, shpejta. Por, mbi të gjitha, më vjen mirë që janë recetat shishme, dhe recetat që bëhen me pak produkte, por me shumë vlera ushqyese. Dhe ku ka më mirë se në fakt një recet e tillë me perime. Tani, vendosë pas në zjarë që të kontrollem. E kam ullur, no? Aroma është taj që mirë sa me zi po pres t'i provoj. Unë, si që tash, do të... Shefi, mund të largojmë këtë? Do në këtë që ju merë një... Po. Me këta? I kontrollojmë në vaj, i kthejmë, që të mos na digjen shumë, kontrollojmë në rast, po unë besoj që janë në rregull, besoj që i kam skuqur mirë. Tani, si do ta përgatisim salcën e panxharit? Atë e panxhari masi është zier. Po. Normalisht që do të bëhet në copëza të vogla. E presim në Do të presim bik të vegjël.
sepse ta zi dhe do ta gri me atë makineri, me kam një kështu kullojse, në mënyrë që mos dalim me topza, po dalim formë salçe. Çfarë mund ta ngrin me frulator për shembull ambisat? Po, me frulator, mund të jedhim kripën, gjalpin. Mirë, e shohim hap pas hapi, ëh? Po, marrim me këto. Po duhet çaj, duhet të shpërqendrojmë, edhe pak fare. Mirë, presim për shumë pak sekonda, se besoj që bëhen shpejt, ka frikë të lëshoj tiganin? Mos ja. Mos i marrë që nuk dhe. Po thash, duhet jenë pak si më të sheshta. Po mirë, unë si fillestare që jam, besoj që jeni shumë mirë. Isha mirë. Kanë marrë një ngjyrë të artë. Janë skuqur besoj mjaftueshëm, njësoj si... Edhe jo në kanë se kemi hodhën energjikun edhe... Ja afrojmë dhe i heqim. Me shumë pak produkta, ja që dhe një vakti mirë. Të leta, që mund t'i gjemë. Mirë. Po i heqim në janë tani dhe vëm një tigan për panxarën. Panxarën, që ta vej me zi pak që... Çfarë duhet ishte? Të ta zi pak me ujë që të kryoj salcën. Mirë. Një panxar i cili është i prerë në kubik. I kemi vënë në tigan, edhe do të shohim hap pas hapi se si do ta përgatisim edhe salcën e panxarit. Unë dua t'i kujtoj të gjitha ambisat që në kanalin e YouTube-it në RTS1 HD, në listën e programit e Atene, i keni të gjitha recetat e kuzhinës të përgatitura nga shefat tanë. Edhe shef Ermali sigurisht ka sjell shumë receta në të gjithë javët që ka qenë shoqëruesi i programit tonë, ndaj ju falenderit shef që na ke pritur. Unë dua të bëj gjithashtu një falënderim edhe për shoqatën kombëtare të shefave të kuzhinës që bën të mundur realizimin e rubrikës sonë për gjithë suportin që na ka dhënë, duke përmendur kështu edhe presidentin e kësaj shoqate, zotin Asim Prengëzaj, shumë mirënjohëse për të gjithë ndihmën që jepni dhe kontributin tuaj për realizimin e kësaj pjesë kaq të rëndësishme të programit tonë, që është dhe ajo e gastronomisë. Mirë, rikthehemi tek tigani ynë. Tani kemi vënë me zi. Do t'i hedhim qik gjallë, mund të marrë pak gjallë. Urdhëro. Shumë? Oke, bon, hudhe. Shumë? Ke sigurt? E ke qik shu, si me ma i fotë, po. Ja, kështu është mjaftueshëm. Po leqi. Ta edhe dhe këta? Ja, po, një. Tani, pse i shtojmë gjalpin? Po, na bëhet pak kremoza. E ndihmon gjalpin? Po, do t'i hedhim dhe kripun, edhe i qik kopër do t'i hedhim brenda. Ja, këtë nuk e dija që gjalpin ndihmon në këtë rast panxarin që të vinë në një trajt më kremoz. Sepse ne do bëjmë në formë salce, nuk është se po e bëjmë edhe kripën, do t'i hedhim edhe i qik kopër, sepse do t'a fillojmë edhe do t'a... Ta shtoj dhe kripën? Po, shtoj dhe t'a krip. Po, edhe pak. Mjaftueshëm. Edhe koperi dhe ja, doli aroma me njëherë. Dhe edhe pak fare piper. Për të rregulluar shijen, besoj, jo? Po. Aroma duket shumë e mirë. Me çfarë mund të shoqërohen tjetër këto qofte? Unë po bëj një salcë që do të ngrohtë me panxarin. Në fjalë kam përdor perime, nuk kam dalë që dalë nga perimet, por ka njerëz që këto i shoqërojnë për shembull edhe me këto majonezat, me këto me bazë majoneze, me lloj salcash me bazë majoneze, për shembull. Normalisht duan diçka ose të ëmbël ose të thartë, në fjalë varet se çfarë preferonin. Megjithatë mund të qëndrojnë shumë mirë, në salcën e panxarit qëndrojmë këtu. Ose me çik mustard, mund të bësh një lloj salce me mustard që është shoqëruar, që del pak më pikante. Në salca të ndryshme pra që mund të kenë, por në këtë rast nuk u larguam nga linja e perimeve, që ndruam këtu. Jo, duhet dal nga perimet, kjo është ideja. Shumë mirë. Ta shohim. Ta lim pak që të zi, që unë ta kem kollaj që të bëj dhe salcën. Aromën e ka shumë të mirë. Unë ka lidhur shumë mirë në këtë rast edhe aroma e koperit bashkë me gjalpin. Me gjalpin, po. Në receta thjeshta me pak gjëra,
mund të jetë një vakt i mirë. Mirë, me pak gjëra sjellim receta shumë të mira në kuzhinë. Besoj që janë të interesuar edhe klientët që vinë për receta të tilla që kanë në bazë të tyre më së shumti perimet, më së shumti produktet e mira, produktet e vendit, produktet e stinës, duke qenë që janë edhe shumë të pasura me vlera ushqyese. Normal që janë. E kanë këtë dëshirë këtë kulturë tani më? Patjetër. Njerëzit janë të prirur, shikojnë gjithmonë çfarë kemi sot, çfarë kemi diçka të re sot, do mundon të krijoj gjëra gjithmonë në bazë të shijes, të njohurive, të eksperiencës. Kombinime të ndryshme dhe këto kombinime të bëjnë atë ndryshimin. Besoj që panxari ka zier tani më? Po, tani e krijuam. Janë 7 minuta. Ta dalë kremoze. Po, dhe duket që është. Do ta hedhim tek forma tek. Ne po e hedhim në këtë pajisjen profesionale që shefi ka. Megjithatë, për të gjitha anvisat, në shtëpi mund të përdorin frulatorin, ë? Frulatorin mund të përdoret në çdo lloj. Të ndihmoj? Apo ja. Duhet të jetë e gjitha e grirë? Do ta krijmë, ta kemi normalisht. Panxarin e kemi fruluar, është gati? Kaq? Mjafton? Kaq ishte. Mendova se do shon diçka tjetër, jo? Çfarë shon kemi njerëzat gjitha? Pse? Shumë mirë. Por nuk ka nevojë të jetë komplikuar. Jo, nuk pas ka shumë punë, mendoja që mos do kishte diçka tjetër për të shquar. Ne nuk duam tash ti vendosen dhe po kjo shërben edhe për shërben shumë bukur edhe për ta sjell dekorin edhe montimin e pjatës. Po, këndshëm, ë? Për të bërë një. Do të vendosim tani. Me qoftë tona, preferuara. Ideja është që, në përgjithësi, produktet e shmit shoqërohen të kemë pak, për shembull, një perim, një salcë ose diçka që mos jetë diçka e thatë, kuptimin. Pra të shoqërohen me një salcë. Një salcë. Edhe në energjikën dhe vendosim për një dekor. Ose mentën, ë? Mentën ose në energjikën. Në gjuhë popullore i themi në energjik, ama i njohim edhe si mente. Një pjatë e bukur, një pjatë elegante, një pjatë e freskët nga shija e mentes, por një pjatë e tëra me perime, me shumë llojshmëri perimesh, të cilat shefi në këtë rast i ka sjell edhe si pure, por gjithashtu edhe si qofte apo petull me perime. Ta provoj tani? Patjetër, bëf mirë. Me zi po pres, sepse si themi në gjuhën tonë popullore, ma bënin me sy që teksa po i skulfja. Tani tregoj që jeni Miheli është një punë e përbashkët, vetë se ke marrë pjesë ke skuqja dhe ke... Në fund do ta provosh shefet dhe do të thuash a ishin në rregull, po si mendon? Mendojnë që janë skuqura tamam. Mjaftueshë, mirë. Shumë e mirë. Shumë e shishme. Ka në zvaj. Fare. Vaj nuk ka fare, për mua duan pak kri prap, por anvisat në shtëpi jo, mos ta shoqërojmë me shumë kri, por unë e dua pak kri. Sepse nga panxari kanë qenë pak e ëmbël. Më duhet të që është një kombinim shumë i mirë me panxarin. Edhe ndihen të gjitha elementët e perimeteve që janë brenda, asnjë nga perimet gjithçka vetëm perime. Dhe ndjehen të gjitha bashkë. Shumë e mirë, shumë e shishme. Anvisa të dashura. Ju ftoj shumë që këtë recetë që shef Ermali sot e përgatiti për ju, që është kaq e thjeshtë, por mbi të gjitha që është kaq e shishme dhe me kaq shumë vlera ushqyese, ta provoni edhe ta realizoni në shtëpia tuaja, ta përgatisni me shumë dashuri për të afërmit tuaj. Shef, të falenderoj shumë. Bëf mirë. Do vazhdoj të ta konsumoj këtë pjatë. Antoneta më prit pas pak në studio sepse kam ende punë.